Të nderuar shikues dhe miq të TI-s, asalamu alaikum. Mirë se takohemi edhe sot në emisionin Në hijen e mëshirës këtu në RTI, si zakonisht nga hëna në të premten nga ora 16. Në emisionin e sotshëm do të flasim për aspektin udhëzues të Kuranit bashkë me Hoxhën Ahad Durgutin nga qyteti i Rahovecit. Hoxhë, selamu alaikum, mirë se erdhe. Wa alaikum selam, mirë se u gjeta. Atëherë, pa humbur kohë të shkojmë tek tema. Pra që mi të koduas flasim për aspektin udhëzues i Kuranit. Ramazani njihet si muaj i Kuranit, këtë e dim të gjithë. Mirë, po çfarë lidhje thelbësore ka Kurani me këtë muaj? Pse pikërisht në Ramazan pra njëkohësisht është shpall Kurani? Allahu shpërblet, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Lidhja e Ramazanit edhe me Kuranin është një lidhje edhe historike, mirë po edhe praktike. Nëse kthyrem në histori dhe kthehemi mbrapa, shohim që Allahu i Madhëruar ka zgjedhur pikërisht këtë muaj, madje saktësisht natën e Kadrit, për zbritjen e Kuranit Fisnik. Fillimisht është zbrit Kurani Fisnik në tërësi, pastaj edhe është zbrit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pjesë. Pra është një histori e cila i paraprin kësaj lidhje. Pastaj është edhe pjesa praktike. Pra, qëllimi i Ramazanit është në përputhje plot me qëllimin e Kuranit. Pra, apo le të themi më mirë, pra roli kryesor i Kuranit që është, apo ai thelbi për cilin Allahu i Madhëruar e ka zbrit këtë libër mes njerëzve, është mënyrë që me shërbësi udhëzues për të devotshmit. Në anën tjetër, kur e shohim se Ramazanin, pra Allahu i Madhëruar e ka bë muaj me cilin njerëz të thjesht, të rëndomt, besimtarë të cilët janë duke u përpëlit për me arrit fisnikërinë e shpirtit të tyre, e ka bërë si një urë drejt devotshmërisë. Sa më shumë që besimtari arrin me përmbush këtë qëllim brenda muajit të Ramazanit, aq më shumë pastaj Kurani e kryen rolin për cilin Allahu i Madhëruar ka zbrit, e që është udhëzues për njerëzit. Kur flasim për aspektin udhëzues të Kuranit, çfarë nënkuptohet me këtë term dhe po ashtu do thotë a është Kurani vetëm për lexim të sevap apo edhe drejtim tjetës? Po, pra, ky është një keqkuptim shumë herën, veçanërisht në muajin e Ramazanit, kur besimtarët me drejt i japin, le të themi, përpjekjet e tyre maksimale që me bëu sa më shumë hatme, me lexu sa më shumë Kur'an, me i thënë sa më shumë shkronjën të Kur'anit, duke mbështetur tek hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson që secili që lexon Kur'anin Fisnik, për secilën shkronjë të tij, pra ka shpërblime të shumta dhe të shumëfishta, Allahu në vazhdimsi e shpërblen. Mirë, po ky nuk është qëllimi kryesor i Kur'anit. Ky është një inkurajim nga ana e Allahut Madhëruar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që besimtarët me u përqendru te thelbi i Kuranit. E kur themi tek aspekti udhëzues i Kuranit, kemi për qëllim tek përqendrimin tek përmbajtja e tij. Pra tek teksti i Kuranit, tek ato çfarë Kurani nënkupton, e që arrihen përmes le të themi dy mekanizmave tepër të rëndësishëm, të cilët shumë për njerëz janë shkalojnë, ato janë është tadabbur edhe tafekkur. Tadabbur është pak a shumë një reflektim i asaj që e lexon, dhe tafekkur është ka të bëjë me analizën e përmbajtjes së Kuranit. Nëse besimtari kalon nga qëllimi tek pjesa e inkurajimit, atëherë nuk e di sa ka rëndësi. Gjithsesi, ky nuk është dekurajim për besimtarët që mos më shfrytëzojnë në Ramazan për me lexuar shumë Kur'an, mirë po këtë lexim me shoqëru në vazhdimsi me meditim dhe analizë të thellë të secilës fjalë, të secilës përmbajtje të Kur'anit. Prandaj, veçanërisht tek ne, meqense pra e dim që shumica nuk e kuptojnë gjuhën arabe, unë i sugjeroj dhe inkurajoj që përveç leximit të Kuranit në origjinal, t'i kthehen edhe leximit të Kuranit në gjuhën shqipe. E pse jo ta shoqërojnë edhe leximin e tyre të Kuranit me pauzat gjata apo të shkurtra, që t'i kthehen edhe komentarëve të ndryshëm, të cilat hoxhallar tonë me elhamdulillah një pjesë të mirë të Kuranit e kanë shpjeguar, qoftë përmes xheratave, qoftë përmes shkrimeve të ndryshme, edhe kjo do të jetë pjesë e pandashme e secilit besimtar gjatë Ramazanit, në mënyrë që pastaj Kurani ta luaj rolin për cilën Allahu i Madhëruar e ka zbrit, pra siç tham në fillim të surës Al-Baqara, më një herë pas Alif Lam Mim thot Allahu i Madhëruar që Allahu e ka zbrit këtë libër udhëzues për besimtarët. Apo nëse i kthehemi ajetit të cilin veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit e dëgjojnë shumë prej besimtarëve, pra gjatë namazit të Taravis apo pas namazit të Taravis, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazanit është muaji në cilin ka zbritur Kurani, për çka thot hudal linnas, pra është udhëzues për njerëzit. Ky është pra roli kryesor i Kuranit Fisnik. Nëse anashkalojmë këtë rol, atëherë kena zhvesh pra Kuranin për misionit të tij.
Pra, Kurani nuk është një poezi, nuk është një ilahi, po, elhamdulillah, ta qetëson zemrën, ta ndreq humorin, ta ndreq ditën, ta ndreq natën, ta knaq zemrën, ta knaq shpirtin, mirë po, qëllimi kryesor është pra aspekti i tij udhëzues. Mu themi se Ramazani është një shkollë për ta rikthyer Kuranin si udhëzues në jetën tonë të përditshme? Patjetër, pra, ky muaj duhet me u shfrytzu për këtë arsye. Nëse shohim vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka përsërit Kuranin fisnik bashkë me Xhibrilin alayhis salam, pra njeriu më i mirë apo krijesa më e mirë në përgjithësi me të dërguarin apo për engjëve, pra engjëllin më të mirë, melekun më të mirë Xhibril alayhis salam, e kanë përsërit bashkërisht librin më të mirë, i cili ka dhënë frytet e menjëhershme. Pra Kurani fisnik e ka kryer rolin për cilin Allahu i Madhëm e ka zbrit, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç është përshkruar prej shokëve të tij, prej atyre që e kanë shoqëruar, kanë thënë që gjithmonë ka qenë një njeri fisnik e bujar. Pra bujaria e tij asnjëherë nuk ka qenë pikë e diskutueshme. Mirë po, ka dalë më pa pikërisht gjatë muajit të Ramazanit dhe kjo si rezultat i ndikimit të Kuranit fisnik në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo pastaj ka vazhduar edhe tek sahabët. Edhe sahabët, pra shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë ndryshuar jetët e tyre rrënjësisht pas leximit të Kuranit. Madje siç tregohet në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, efekti i Kuranit fisnik në veçanti kur shoqërohet edhe me muajin e Ramazanit, është i plot, mirë po edhe vetiu, pra Kurani fisnik dhe domethëniet e tij janë ata që i kanë detyruar dhe jo besimtarët me rënë sejdë për një moment kur e kanë dëgjuar për shembull surën Najm derisa janë kënë në Qabe. Apo i shohim tek gjenerata tjetër, tek tabiinët, si Fudail ibn Iyadi, Allahu qoftë i kënaqur me të, edhe Allahu e mëshiroft, i cili është ndalë dhe ka medituar se cilën pjesë të Kuranit. Pra në veçanti nëse i përbashkojmë pra shkollën e Ramazanit, e cila është shkollë në vete, bashkë me mësimet të cilat i marrim nga Kurani fisnik, është sikurse me bashku një, le të themi, shkollë më të mirë, një universitet më të mirë, brenda një kurikule e cila është më e mirë dhe më perfekte për besimtarin. Vetëm duke e shfrytzuar në këtë formë Kurani fisnik, edhe në këtë formë muajin e Ramazanit, muajin e bekuar të Ramazanit, besimtari mundet me arrit pra qëllimet, edhe nga Kurani fisnik, pra që tham është udhëzues për besimtarët të devotshëm dhe për njerëzit në përgjithësi, dhe nga Ramazani i cili pra historikisht e ka pas këtë rol ku Allahu thot pra në Kuran, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Atëherë në cilat dimensione e udhëzon Kurani njeriu? Kurani fisnik e udhëzon njeriu në gjitha dimensionet. Mirë po, ato më kryesore dhe më thelbësore, e para ka të bëjë me besimin, i cili është burimi i qetësisë dhe rehatisë. Pra, një njeri i cili është i sigurt për të kaluarën e tij, pra si ka fillu jeta e tij, është i sigurt për të tashmen e tij, çfarë duhet veproj në jetën e tij të përditshme. Pra, dhe është i sigurt për të ardhmen e tij të largët, madje mund të themi edhe të pafundme, meqense ne besojmë në jetën e përhershme, padyshim që është një njeri i rehat dhe çfarë do lloj fatkeqësie që godet e përballon me lehtësi dhe rehati. Pra, pjesa kryesore e udhëzimit të Kuranit fisnik është doktrina, mirë por nuk ndalet vetëm këtu. Ne mësojmë për Allahun e Madhënuar, për cilësitë e Allahut të Madhënuar, për rububietin e tij, pra ato atributet dhe cilësitë që i takojnë vetëm Allahut si Zot, i mësojmë cilësitë edhe atributet dhe emrat e Allahut Madhënuar të cilat i përshkruhen atij si i vetmi i cili i meriton adhurimet tona, i mësojmë gjitha emrat dhe cilësitë e bukura të Allahut Madhënuar me cilat ne e njohim pastaj më shumë Zotin ton. E sa më shumë që e njeh Zotin, nuk ka mundësi tjetër vetë se me dashur më shumë. E dashuria për Zotin është pikërisht devotshmëria ndaj Allahut Madhënuar, meqense është përzierje mes frikës edhe shpresës tek Allahu Madhënuar. Mirë, por ky nuk është i vetmi dimension që Kurani fisnik na udhëzon, përveç kësaj është edhe pjesa e etikës edhe moralit. Pse Kurani nuk jep gjithmonë rregulla të thata, por shpesh rrëfen histori dhe shembuj ndryshëm. Po, pra, Kurani fisnik është libër i gjallë, edhe këtë e vren secili që e lexon me ditim. Pra, do të ishte vërtet shumë i thotë nëse Kurani fisnik do të vinte me rregulla abstrakte të cilat qëndrojnë në ajër. Mirë po, secilin rregull, secilin mësim që Kurani fisnik e ka sjell në përmbajtjen e tij, brenda gjermës e tij, e ka ilustruar edhe me shembuj konkret nga historitë e së kaluarës. Prandaj gjejmë për shembull historinë e Ibrahimit alayhis salam,
ku Kurani Fisnik përmes Ibrahimit a.s. na tregon rezultatet e durimit, rezultatet e përkushtimit ndaj Allahut Madhënum. Madje e quan Ibrahimin a.s. umet edhe pse ishte njeri i vetëm. Pra umet popull e quan Ibrahimin a.s. edhe pse ishte një njeri i vetëm. Pastaj na sjell Musajin a.s. Dhe vetë jeta e Musajit a.s. nga lindja e tij e deri në fund të historisë që rrëfet në Kuranin Fisnik, ka mësime të shumta. Kemi mësimet për fundin e dredhive të bijve të Israelit. Kemi mësime të përkushtimin ndaj së vërtetës në ballafaqimin e parë të saj dhe rezultatet cilat pasojnë, sikurse që është rasti i magjistarëve në kohën e Musait a.s. Pastaj kemi tregimin e Isait a.s. dhe të ndihmëtarëve të cilat Allahu na inkurajon të gjithë besimtarët të jenë të tillë në raport me fenë e tij. E mbi të gjitha disa copëza të historisë që kanë bëjnë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e qenë Kurani pra është shpall dal nga dal gjatë gjithë jetës së tij apo periudhës 23 vjeçare, pjesës së fundit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah e shpërbleft. Si e formueson Kurani zemrën dhe mendjen e njeriu, jo vetëm në veprimet jashtme? Po pra, kjo është specifika dhe veçantia e Kuranit Fisnik nëse e marrim edhe e krahasojmë me secilin libër tjetër. Pra, secilin libër të shkruar për njerëzve shohim që ka fokus shumë herë tek pjesa e jashtme. Pra, kur flitet për le të themi veprimet, ato zhveshen nga brendësia e tyre, nga thelbi i tyre. E Kurani Fisnik përqendrohet në zemër dhe në mendjen e njeriu. Pra, përqendrohet në thelbin që ka të bëjë me përkushtimin ndaj Allahut të Madhënum. Prandaj në rregullat të cilat mësojmë nga Kurani Fisnik, gjithashtu edhe nga Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e shohim që vepra pranohet vetëm atëherë kur bëhet sinqerisht për Allahun e Madhënum. E kjo kthehet kryekëput në zemër. Pastaj duhet jetë edhe në përputhje me Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj secila vepër e cila thjesht bëhet në mënyrë mekanike, pa një mbështetje nga prapa me bindje thellë, ajo vepër nuk mund të quhet vepër e mirë në fillimisht, pra nuk mund të quhet as vepër e mirë. E lëra më pastaj të jetë edhe e pranuar tek Allahu i Madhënum. Prandaj Kurani Fisnik na mëson që pjesa më e rëndësishme është ajo nga besimi i mirë, po nuk e anashkalon rëndësinë edhe të veprave të jashtme. Prandaj e shohim që në Kuranin Fisnik përmendet përveç besimit, mbështetjes tek Allahu i Madhënum, devotshmërisë, të cilat janë gjitha veprat e zemrës, përmendet edhe namazi, përmendet edhe agjerimi, të cilin e ushtrojmë dhe manifestojmë gjatë këtij muaji, përmendet haxhi dhe përmenden obligime tjera, të cilat janë veprat konkrete dhe veprimet të cilat i kryejnë besimtarët gjatë jetës së tyre. Cilat janë konceptet kryesore kuranore që lidhen me udhëzimin si drita, pastaj errësira, rruga drejt e kështu me radhë? Po, Kurani Fisnik pra është tepër konciz, le të themi, në shprehjet që i përdor. Pra, sjell dritën si sinonim të udhëzimit. Pra, e përmend nurin. Dhe ky nur, kjo dritë nuk i jepet pra gjithkujt, mirë po i jepet atij i cili i përkushtohet mësimeve dhe udhëzimeve të Kuranit Fisnik. Pra, nëse e tërheqim dhe vazhdojmë me këtë metaforë, atëherë një njeri i cili nuk ka dritë dhe është nis në një rrugë të errët, ai nuk mund të arrijë në cakun të cilin e synon. Pra, nuk ke një udhëzues, nuk ke një dritë, nuk ke shenjat të cilat i ndjek gjatë rrugtimit tënd. Si mund të arrish atje ku je nisur pa këtë orientim, le të themi, nga Allahu i Madhënum në këtë rast, meqense ne e synojmë kënaqësinë e Allahut të Madhënum dhe shpëtimin nga zjarri i xhenemit. Në anën tjetër, pra, devijimi është simbolizohet me errësirën dhe për te simbolikës jo besimtarët në ditën e Kiametit dhe ata cilët nuk kanë veprat mjaftueshme kur e marrin dritën nga Allahu i Madhënum për shkuar prej matjes së veprave drejt siratit, janë errësirë të thellë. Veçanti përmenden pra në Kuranin Fisnik shembulli i hipokritëve apo munafikëve, të cilët mbesin të hutuar dhe kërkojnë dritë nga besimtarët, mirë po kjo dritë nuk i jepet, meqense mënyra për ta fituar këtë dritë është kjo kohë, sa jemi në këtë botë. Dhe pastaj është rruga e drejtë, e cila nuk është thjesht një udhëtim pra le të themi kaotik, i padrejtuar,
ku njeriu pra niset nga do që do, mirë po duhet ta ndjek një rrugë të përcaktuar nga krijuesi i tij. Prandaj këtu Kurani Fisnik është manual të cilin secili besimtar nuk e ka luksin të heqë syt le themi prej tij gjatë gjithë jetës së tij. Nuk ka një besimtar i cili apo njeri le themi në përgjithësi që mund të pavarësohet nga Kurani Fisnik që nga le themi momenti kur fillon të logjikoj, madje edhe më herët se kaq, sepse mund ta mësoj Kurani Fisnik përmendesh, mirë po që nga momenti kur fillon të logjikojë deri në vdekje, ka nevojë për këtë shoqërues, ka nevojë që t'ja vizatoj rrugën drejt Allahut të Madhëm. Hoxha, si duhet të ndryshojë raporti ynë me Kuranin gjatë Ramazanit? Nga leximi sosior në përjetim dhe reflektim. Po, pra kjo është ajo që përmendëm në fillim. Po, pra, njerëz i përkushtohen dhe me drejtë them, sepse janë shpërblime të mëdha dhe pse mos të shfrytëzojnë. Po, bëjmë 1, 2, 3, 4 hapë pas hapë. Po, madje na mësojmë nga hoxhallarët tanë, cilët na tregojnë prej dietarëve të mëdhenj, pra siç është rasti e Ebu Hanifas, Allahu më shërof, dhe pastaj transmetohet edhe prej dietarëve të tjerë që kanë bërë 60 hatme në gjatë muajit të Ramazanit, pra e kanë bërë nga një hatme secilën ditë apo nga 2, apo pra kanë lexuar Kur'anin Fisnik nga momenti pas yatsis apo pas taravive deri në sabah, pastaj pas sabahut kanë vazhduar me leximin e Kur'anit tek kështu me radhë. Edhe ky është një inkurajim shumë i mirë, sepse besimtari duhet ta shfrytëzojë këtë muaj për shumëfishimin e veprave, gjithashtu për rritjen e le të themi e shpërblimit të tij, rritjen e veprave të tij që në ditën e gjykimit peshorja e tij të rëndojë më shumë. Mirë po, më shumë se sa thjesht përsëritja e leximit të Kuranit është kuptimi i tij. Pra, nëse i ndalemi edhe e kuptojmë Kuranin Fisnik, është më e rëndësishme se sa përsëritja pa e kuptuar. Madje këtu më kujtohet një rast i cili ka ndodhur në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një dietar i madh, Allahu më shëroft, erudit le të themi, Emin Ash-Shinkiti, i cili ka pas një nxënës të tij, edhe ai dietar i madh, Sheikh Atia, dhe ky nxënës i tij është hoxhën e tij le të themi në harem, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lexuar poezi para ditës së Xuma në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot nuk munda me duru pa e pyet shehun pse nuk e lexon Kuranin Fisnik, se është ditë e Xumait në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shehu pra Emin Ash-Shinkiti, i cili pra ka njërin prej komentarëve më të mirë të Kuranit Fisnik, Adwaul Bayan, dhe është i stërmbushur me argumentet nga poezitë e kohës ignorancës, thot për mua është më e dashur ta kuptoj një ajet se sa ta lexoj gjithë Kuranin për ta bërë hatme. Pra, është tepër e rëndësishme që të kuptohen edhe të mirën parasysh në konsiderat fjalët e Allahut Madhum për të zbartuar praktikisht. Sepse nëse Kurani bëhet thjesht sa për ta thyer heshtjen, monotoninë, për t'i përsërit fjalët pa i kuptuar, atëherë efekti i Kuranit Fisnik apo roli për cilin Allahu i Madhum i ka dhënë Kuranit Fisnik mbetet i papërmbushur. A mund ose mjafton të lexojmë Kuranin në Ramazan, apo qëllimi është që ai të na ndryshojë neve? Pra, Kurani, më falni, Ramazani është një ambient tepër i përshtatshëm që ta fusim Kuranin në përditshmërinë tonë. Pra, nuk duhet të shfrytëzuar Ramazanin për ta lexuar Kuranin dhe me 1 Sheval, pra në Bajram, ta lëm Kuranin në raft edhe deri në vitin tjetër të mos e kapim Kuranin Fisnik. Pra, Ramazani është le të themi një ambient tepër i volitshëm që duhet ta shfrytëzojë besimtari për ta lidhur zemrën e tij dhe jetën e tij me Kuranin Fisnik. Pra në Ramazan, siç e dim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që prangosen djajt, pra prangosen sheatint, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit, mëshira e Allahut është prezente tek njerëzit në përgjithësi dhe tek besimtarët në veçanti, dhe tekste të tjera të cilat tregojnë për ndikimin e madh që ka Ramazani. Pastaj vetë besimtari duke qenë agjërueshëm është më i fortë ndaj shpërqendrimeve të ndryshme, qofshin ato epshore, qofshin ato sociale. Prandaj e ka mendjen më të kulluar për qëndrimin më të madh që t'i përkushtohet Kuranit Fisnik. E në moment që e ndjen, le të themi, lezetin nga leximi i Kuranit Fisnik, kënaqësinë cilën e përjeton secili që merret me studimin e Kuranit Fisnik, ëmbëlsinë të cilën ta jep meditimi dhe analizimi i ajeteve të Kuranit Fisnik, pastaj nuk e këmben këtë me asgjë tjetër as pas Ramazanit. Prandaj Ramazani pra duhet shfrytëzuar
në mënyrë që besimtari ta përgatis veten dhe ta ushtroj veten, ta bëj pjesë të rutinës së tij leximin e Kuranit Fesnik me meditim, në mënyrë që Kurani Fesnik të jetë udhëzues në jetën e tij. Si e ndihmon agjërimi njeriu që të jetë më i hapur ndaj udhëzimit të Kuranit? Pikërisht pra kjo që e përmendëm, agjërimi e bën njeriu të fortë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna. Agjërimi është mburoj. Pra mburoj nga epshet, mburoj nga shpërqendrimet. Një besimtari le të themi i zgjuar nuk e humb kohën e tij në veçantë në Ramazan, duke ditë që në Ramazan pra shumë fishohen veprat, shumë fishohen farzët, sunetet e marrin shpërblimin e farzave dhe kështu me radhë, pra secila vepër është e shumë fishuar. Është sezon ku besimtari përpiqet me shfrytzu për adhurim. Pjesa kryesore e adhurimit të cilën mundet me shfrytzu është Kurani Fesnik, meqense pra siç e tham disa herë tashmë, Kurani është apo Ramazani është muaji i Kuranit, muaji në cilin ka zbrit Kurani Fesnik, prandaj edhe besimtari duke qenë agjërueshëm, duke qenë i fortë, duke qenë i përqendruar, duhet ta shfrytëzoj këtë energji që e ka, që të marrë sa më shumë dhe të thithë sa më shumë nga Kurani Fesnik fjalët e Zotit tonë të mëdhenj. Çfarë roli ka suneti profetit alayhis salam në shndrimin e udhëzimit kuranor në praktik, sidomos gjatë pra muajit Ramazan? Në përgjithësi, Kurani Fesnik dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç thonë dietarët, janë dy shpallje nga Allahu i Madhënum, shpallja e cila lexohet në namaz dhe shpallja e cila nuk lexohet në namaz. Pra, shpallja që lexohet në namaz është Kurani Fesnik, fjala e Allahut të Madhënum. Ndërkohë, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallja tjetër e cila e shpjegon shpalljen që lexohet në namaz. Prandaj, nëse e shkëpusim Kuranin prej praktikës, prej sunetit, atëherë kemi teorinë e pa zbatueshme. Le të marrim si shembull, Allahu i Madhënum Kur'an e përmend namazin, mirë po nuk e përmend numrin e rekateve, nuk e përmend kohën e saktë siç precizohet në hadithe. Kjo vlen pastaj edhe për adhurime tjera për cilat Kurani mundet me i përmend në një mënyrë inkurajuese apo duke tregu vlerën e madhe që ata e kanë brenda fesë në përgjithësi dhe brenda jetës së secilit besimtar dhe roli që këto adhurime mund ta kenë, mirë po detajet tjera ose jemi në muajin e agjërimit. Shumë prej detajeve që kanë bëjnë me agjërimin nuk përmenden në Kur'anin Fesnik, mirë po këto i shpjegon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është e pashmangshme për atë i cili don me zbatu Kurani Fesnik në praktik në jetën e tyre, jetën e tij me u shkëput apo me nda prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse tek disa njerëz pra shohim që lexojnë Kur'an, por nuk ka ndryshim në jetën e tyre? Pra, mund të jenë arsye të ndryshme, edhe për secilin rast ka arsye. Mirë po, ajo që e dim që roli i Kuranit Fesnik në ndryshimin e jetës së njeriut është i pashmangshëm nëse plotësohen kushtet. E prej tyre është më kryesori që të kuptohet përmbajtja e asaj që e lexojmë. Pra them që ne jemi shqiptar dhe lexojmë Kuranin në gjuhën arabe duke mësuar vetëm shkronjat e Kuranit Fesnik. Më e mira do të ishte edhe ideale që ta mësonim edhe gjuhën arabe, mirë po kjo do një përkushtim më të madh, cilin jo secili ka mundësi ti përkushtohet pra ndaj kohë nga jeta e tij, edhe pse unë inkurajoj secilin pavarësisht moshës që ti përkushtohet dhe ti jepet mësimi i gjuhës arabe, nëse për asgjë tjetër, thjesht për ta kuptuar fjalën e Allahut të Madhërum, Kuranin Fesnik. Mirë po, nëse këtë nuk mundet ta bëj, atëherë spaku le ta lexoj përkthimin apo komentimin e Kuranit Fesnik. Alhamdulillah janë në dispozicion edhe përkthimet, edhe librat autorial të hoxhallarëve të nderuar, cilët kanë punuar dhe e kanë derdh mundin e tyre në mënyrë që lexuesit tonë, pra lexuesit shqiptar, më ia mundsu që me marr thelbin e fjalëve të Allahut të Madhërum. Pasi ti kupton, atëherë pra Kurani Fesnik mundet me luajt rolin për cilën Allahu i Madhërum e ka zbrit. Gjithashtu, kjo nuk do të thotë që secili që e kupton Kuranin Fesnik, Kurani Fesnik ndikon tek ai, sepse ashtu gjithë arabët do të ishin njerëz të udhëzuar, por edhe mes tyre ka njerëz të mirë, të këqij, të udhëzuar, të devijuar kështu me radhë. Kjo do të thotë që përveç kuptimit pra që duhet ta kemi për fjalët e Allahut të Madhërum, është tepër e rëndësishme të hapim edhe zemrën për Kuranin Fesnik. Pra, dikush i cili lexon Kuranin, le të themi, me idenë që gjej vegza ku mund të kapet për ta sulmu, ose
për ta mohu, nuk mund të ketë ndikim pozitiv. Përveç nëse tregohet i sinqert me Allahun e Madhëm dhe mund të ketë dyshime fitestare, sepse kjo është e natyrshme. Ne elhamdulillah jemi shumë prej nesh, pra Allahu na ka nderuar duke na bërë që të rritemi në familje apo në mesin e besimtarëve, ku nuk kemi pas probleme të cilat mund të kenë të tjerët që mund të jenë rritur në mjedise jo të favorshme për udhëzim. Këta nëse e marrin dhe lexojnë me dyshim, mirë po duke qenë sinqert për gjithë cila është e vërteta, atëherë me lejen e Allahut kanë për të arritur tek kjo e vërtetë. Ka edhe pengesa të shumta, mirë po ndoshta më kryesore janë këto që kanë bënë me realitetin tonë. Atëherë Hoxh, çfarë përmend vetë Kurani si pengesa për udhëzim? Zemra mbyllur, egoja, mëkatet, mos reflektimi. Po pra, këto janë disa prej arsyeve të cilat i përmend vetë Kurani fisnik. Zemra e mbyllur pra është ajo zemër e cila nuk pranon asesi që t'i bëj vend Kuranit fisnik. Në veçanti nëse kjo zemër mban arrogancë, mban megalomani, mban mburje, mban mendje madhësi, nuk ka se si Kurani gjej vend tek kjo zemër. Pra, një njeri i cili e sheh veten, e madhashton veten, siç e madhashtonte faraonin kohën e Musait alayhis salam, dhe këtu është ndërlidhja me historitë dhe prandaj themi që Kurani është i gjallë sepse t'jep shembuj të prekshëm, nuk ka mundësi se si gjej udhëzim. Pra ose dikush i cili vazhdimisht është në, le të themi, ullumin e mëkateve. Pra, si ka mundësi dikush i cili nuk bën asnjë hap drejt udhëzimit, pastaj gjej udhëzim apo të udhëzohet nga Kurani fisnik. Pra, thuajse është e pamundur edhe pse gjithmonë ka përjashtime për ata që janë vërtet të sinqert. Pra, mëkatet janë, le të themi, ajo perdja e fortë edhe e rëndë që bllokon zemrën edhe nuk e lejon depërtimin e nurit apo dritës së Kuranit. Gjithashtu është edhe egoja apo nefsi, pra siç quhet në terminologjinë e Kuranit fisnik, është ai i cili është përzierje e gjithë këtyre. Pra, është le të themi diktues dhe insistues në mëkate, në anën tjetër është thirrës për mendjemadhësi dhe kryenetësi dhe bëhet shkak për ta mbyllur zemrën që Kurani mos të depërtojë në atë zemër. Ne duhet kemi kujdes tepër të madh që në veçanti pjesës të cilës kemi mundësi t'i bëjmë, le të themi, derman apo ilaç, të përkushtohemi ndaj saj. Pra, të kemi kujdes që të kemi kontroll mbi veten tonë, mbi egon tonë, të kemi kujdes që sa herë që ndodh, sepse është e pamundur të mos qasim mëkate, sa herë që ndodh dhe të qasim mëkate, të kthehemi me pendim tek Allahu i Madhëm dhe gjithashtu ta kontrollojmë në vazhdimsi zemrën se me çfarë është preokupuar, pra cilat janë, le të themi, ato kërkesat e saj apo animet e zemrës. Hoxh, a mund të jetë Ramazani një mundësi reale për ta thyer këtë pengesë dhe për të rikthyer te Kurani si udhëzues? Gjithsesi, pra nuk ka ndonjë moment më të mirë për besimtarët, për njerëzit në përgjithësi që t'i kthehen Allahut Madhëm, që t'i kthehen Kuranit fisnik se sa ky muaj i bekuar që është muaji i Ramazanit. Pra, gjitha rrethanat, i gjithë ambienti i cili na ofron muaji i Ramazanit është ideal për secilin besimtar i cili e ka me të vërtet kthimin tek Allahu i Madhëm dhe atë përmes Kuranit fisnik. Prandaj nuk ka arsye askush që të mos merret me Kuranin fisnik në muajin e Ramazanit. Pra siç e pam, edhe përmendëm tashmë disa herë, përveç leximit të Kuranit në gjuhën arabe, i cili bëhet për të marrë shpërblimet e plota që na i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është edhe mundësia e leximit të Kuranit në gjuhën shqipe. Prandaj nëse dikush nuk di, akoma nuk i ka mësuar, le të themi, alfabetin e Kuranit fisnik për ta lexuar atë në origjinalin e tij, ashtu siç e ka zbritur Allahu i Madhëm, pra ashtu siç e ka thënë vetë Zoti i Lartësuar, e ka mundësinë që Kurani fisnik ta lexojë në gjuhën që e kupton dhe gjithashtu ta shoqëroj këtë lexim me komentare të ndryshëm, qoftë në mënyrë të lexuar, qoftë duke i dëgjuar për shpjegimeve që i kanë bërë dietarët të ndryshëm dhe hoxhallarët në përgjithësi. Atëherë Hoxh, me që jemi ka fundi këtij misioni, cili është hapi i parë praktik për çdo besimtar për të marrë në këtë muaj të bekuar, pra muajin Ramazan, për ta përjetuar Kuranin si udhëzues, pra për të bërë ndryshime thjesht? Pra, hapi i parë është ta merr Kuranin fisnik, ta hap me zemër të hapur. Pra,
të hapë zemrën për Kur'anin Fisnik dhe ta lexoj me përkushtim se cilën pjesë të Kur'anit Fisnik, duke fillu prej kaptinës parë, prej surës parë, e që është El-Fatiha, hapësja e Kur'anit Fisnik, e duke fillu me falënderim ndaj Allahut Madhum, e cila vetë surja fillon me këtë, pra duke thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pra këto ajetet e para, nëse besimtari i mediton, janë ato cilat ja shishmojnë, le të themi, gjithë përmbajtjen e Kur'anit Fisnik, edhe nuk e di si do të mundte pas kësaj, pas kuptimit të këtyre ajeteve, pas kuptimit të drejtë, le të themi, surës parë të Kur'anit Fisnik, e cila është, pra, le të themi, surja Amëz e Kur'anit Fisnik, me qenë si përmbledh kuptimet kryesore, si ka mundësi pastaj të shkëputet apo të ndahet nga Kur'ani Fisnik. Pra ajo që duhet e para është sinqeritet edhe qiltërsia plot në raport me Allahun e Madhënum, pastrimi i zemrës. Pra, shumë herë dëgjojmë atë fjalën që e thon shumë njerëzit, unë kam zemrën e pastër, e dëshmoje, nëse ke zemrën e pastër, merre Kur'anin Fisnik dhe shiko, sepse Kur'ani Fisnik ndër të tjera është edhe një si matëse për të regu nëse zemra është e pastër apo nuk është e pastër. Një zemër e pastër nuk ka alternativ tjetër vetë se jo ta doj, po të dashurohet pas përmbajtjes së Kur'anit Fisnik. Ndërkohë zemra e njollosur në varësi me aq sa i ka njollë dhe aq sa është zhytur me mëkate, aq sa është e mbyllur, aq më larg qëndron nga Kur'ani Fisnik dhe aq më indiferente është ndaj përmbajtjes së Kur'anit Fisnik. Pra, të jemi të qartë, përveç që duhet ose mundemi me lexu Kur'anin në gjuhën arabe, duhet të kemi parasysh çështjen me meditu, me lexu në gjuhën shqipe që kemi edhe në përkthim, edhe të mësojmë me gjuhën arabe që ta dimë çfarë po lexojmë dhe çfarë bëhet fjalë, jo të mirëmi me atë si shabullon kuptimin që të bëjmë hatme sa më shumë, por në fakt forme nuk është të dalmë me atë çfarë kemi lexuar. Pra ne mund të numërojmë hatme me numër, por jo edhe çfarë kemi mësuar nga ajete ndryshme të cilat kanë mesazhe shumë të mëdha. Pikërisht Naim, pra përsëritja e hatmeve, leximi i Kur'anit Fisnik e ka vlerën e tij. Edhe ky nuk është asnjëherë, domethënë, qëllimi që me i dekoraju njerëzit nga po leximi i Kur'anit edhe shtimi i hatmeve. Mirë, po nuk është qëllimi kryesor i Kur'anit Fisnik. Qëllimi kryesor i Kur'anit Fisnik është roli i tij udhëzues, aspekti i tij udhëzues. Nëse zhveshim për këtij roli, pastaj janë pikpyetje edhe pjesa tjetër të cilën mëtojmë ta marrim nga leximi i Kur'anit. Prandaj, pra jo thjesht që themi që mund të lexohet Kur'ani Fisnik në gjuhën shqipe. Mirë po e nënvizoj me shumë viza, duke bërë bold atë tekst që duhet të lexohet patjetër në mënyrë që ta luajë rolin e tij. Atëherë në fund, çfarë do thotë të marrësh Kur'anin seriozisht si udhërfyes i jetës? Më qenë se kemi shikues dhe dëgjues të ndryshëm, kemi nga ata që janë praktikues, nga ata që janë edhe fillestarë këtë Ramazan duke na shikuar, për shumë njerëz është pa qartë kjo. Po me marrë seriozisht Kur'anin Fisnik si udhëzues të jetës, do të thotë që më ju përmbajt mësimeve të tij. Pra, secilën pjesë të Kur'anit Fisnik cilën e marrim, e analizojmë, e lexojmë, pastaj duhet edhe ta zbatojmë në praktik. Prandaj, për shembull, prej sahabëve përmendet, prej shumë prej tyre, mes tyre është edhe Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë që ne nuk i mësonim 10 ajetet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa i kthyer ato në praktik. Pra, ky është le të themi, marrja me seriozitet edhe për kushtim të fjalëve të Allahut Madhënëm. Pra, nuk është që i mungon të kapaciteti për të marrë më shumë se sa 10 ajete, për të mësuar më shumë se sa 10 ajete nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nuk ishte mungesa që nuk kishte më shumë ajete të shpallura tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, qëllimi ishte që ato të realizohen, që të jetësohen në praktik. Në moment që nuk realizohen apo nuk jetësohen në praktik, sipas kuptimit të sahabëve që ata kanë kuptuar më së miri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fjalën e Allahut, Kur'anin Fisnik dhe kanë pas përmësues pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ja vlen me mësu ajetet e tjera. Pra edhe kjo nuk duhet shërbej si dhe themi dekorajim për mësimin përmendsh Kur'anit Fisnik, i gjithi duhet mësohet dhe duhet na shtohen sa më shumë hafizat e Kur'anit Fisnik, ata cilët e mësojnë përmendsh Kur'anit Fisnik, mirë po jo duke e anashkalu apo duke e lënë menjan zbatimin praktik të Kur'anit Fisnik. Pra, qoftë nëse je fillestar, qoftë nëse je le të themi me përvojë të madhe në fe dhe i përkushtuar ndaj
fetarisë, as kush, as i pari dhe as i dyti, nuk e ka luksin që të pavarësohet nga Kurani fesnik. Pa marrë parasysh sa, le themi, i kompletuar në aspektin fetar je, nuk ke mundësi me u pavarësu mbrej mësimeve dhe udhëzimeve të Kuranit fesnik, meqense jeta është e krijuar në këtë mënyrë që Allahu me urtësinë e tij e ka kriju, e cila të ballafaqon me sfida të ndryshme. Dhe sa herë që shkëputesh prej Kuranit fesnik, nuk ka ndonjë, le të themi, alternativë apo mundësi tjetër veç dështimit. E sa herë që kapesh me Kuranin fesnik, edhe dështimi i cili mund të shihet nga jashtë është në fakt sukses, meqense e përballon me lehtësi, me durim, edhe në fund mbetesh i shpërblyer tek Allahu i Madhëruar. Atëherë Hoxh, këtu është fundi për emisionin e sotshëm. Faleminderit shumë. Allahu ju shpërbleft. Allahu na roft, Allahu ju shpërbleft. Të nderuar miq, takohemi në emisionin tjetër. Selam aleikum.